Po s'është knasia, hoqë, që shokon atë. Ndoshta gabojmë në qoftë se themi ne që sot po hjekum bereqetin nga shpitona. Nëse thëmë unë, mujnë për shembull gastronomet me na u prek në këtë aspekt me thonë që hoxha po flet kundër neve. Pse se shkojmë bojmë iftar në për restorante ku ta diune. Por shpërblimi i Zotit edhe bereqeti i Zotit ka qenë çato sofra. Mu mbledh. Krejt. Edhe ai ne ka çik me hongër. Kemi nejt aty para deres shtëpisë me po kandilat. Ku po lëzën kandilat. Po edhe u kon si bekim, mu kon ti i pari me qillu që u dhezën. Da me piskatu dhezën, ti ke i pari, do me thonë ti e kon numër 1, ti e kon ma i Zotit, se ke vret, ma i veçan. E me nga tapa dodh deri atje. Unë e moj men edhe tu pangjin. Po, dhe për fat mirë kur janë në të mëdhoja kësaj dhe sillen edhe na për Prishtinë. Po, kjo bo si trendi. Apo kupton, sot i kemi rrjete sociale, sot i kemi saktë dim. Me telefona, me këtu, me krejt. Lecim, krejt jo janë lecim. Po veç